Këtë ditë, po në diçka që disa prej nesë e kemi ditë. Ligjërimet e Lumir Abdigjikut për depolarizim nuk kanë qenë bindje e tij, por kanë qenë thjesht në funksion të arsyetimit që këtë të mos e sulmoj Albin Kurtin. Është e pashpjegueshme për çdo mendje normale. Qysh Lumir Abdigjiku pati gjitha të mlef për opinionist saktum, ta zojmë që janë kundër ty qoftë edhe me motivet liga, por nuk e ka mlefin e njëjtë as parafërsisht me personin që këtë thot se po e shkatron vetin. Pra qysh është e mundun që për Lumir Abdigjikun është shumë më vlefshme me bëu betejë agresive me gjuhë polarizuese, me disa veta që nuk e dojnë ato si kryetar. Mirë po, ka qetësi të hatashme kundrejt personit që po ja shkatron Republikën. As kjo nuk ka kurfar kuptimi. Kujt i konvenon në Kosovë? Kujt i konvenon në Kosovë një LDK e dopt? Veç një aktori, lëvizjes vetëvendosje. Pse? Është konstatim i gjithëve pothuajse dhe pajtim pashtu, me të drejtë, që përderisa PDK-ja ka një elektorat më të ngurtë, që as nuk i rritet shumë, po dhe nuk i ikë shumë, vetëvendosja dhe LDK-ja e ndajnë elektoratin. Kjo është e vërtet, pothuajse edhe matematikore, sepse në sondazhet e UBS Omnibusin që na ke pas prezantuti këtu, dhe besoj e keni edhe grafikonin, ka raport të drejtë. Sa herë bjen vetëvendosja, rritet LDK-ja dhe sa herë rritet vetëvendosja, ulet LDK-ja. Në vitin 2022, qershor ose në shtator, e kemi rënjët vetëvendosjes me 32%, si pas omnibusit të UBS. Në atë ko, LDK-ja ka qenë partije dytë me 20%. 32.7. 32.7, 19.5, pra, është e qartë. Tash, edhe vetë PDK-s, paradoksalisht kjo, si kundërshtare e LDK-s, i konvenon që LDK-ja tjetë më e fort, në mënyrë që vetëvendosja tjetë më e dobët, dhe ata qenë më afër vendit parë. Sa më e dobët LDK-ja, është shumë diferencë më e madhe vetëvendosjes dhe me vetë PDK-n. Për neve si gazetar të deklaruar hapur kundër vetëvendosjes, a ka kënaqësi më të madhe? Për ty, jo neve. Për neve se po them që ndoshta është edhe dikush tjetër përveç meje. Shumë ka përfshi studion. Lutem. A ka kënaqësi më të madhe për mua personalisht, që punoj vazhdimisht, e ballafaqona në këtë mënyrat e mundshme me këtë pushtet, deri te edhe përndjekja politike përmes instrumentalizimit të AKI-s, me vendosjen e përgjuzve ndaj gazetarëve. Siç është rasti te Vebi Kajtazi. Po, dhe te unë. Dhe te ju. Po patjetër. Tashme për Vebi Kajtazin është të konfirmuar që pajisja që e ka gjetë i takon AKI-s. E para, e dyta, si një person që akter të pushtetit nga kryeministria të poshtë ja kanë bërë 22 padi. Si person i cili përballet vazhdimisht me egërsin, kafshërin e vetëvendosjes dhe sistemit dhe mekanizmit vetëvendosjes online, në mënyrën më barbare të mundshme. A ka kënaqësi më të madhe për mua se sa dal një lider i një partie opozitare, cili është funksional, e rrit partinë edhe ul këtë pushtet për mu barbar. Pra, cila është logjika që një opozitar me pas problem me Lumir Abdigjikun, nëse Lumir Abdigjiku po funksionon mirë si politikan edhe po rritet? S'ka. Po Lumir Abdigjiku nuk e pat as pak problem të bëhet polarizues, të futet luftë personale me do gazetar ndryshe me Albin Kurtin. Pra, kjo tregon se Lumir Abdigjiku bëhet polarizues, po mos konfliktojimi, si më thonë, mos ballafaqimi i tij me Kurtin, është për zgjedhje e tij. Është për zgjedhje e tij, rrjedhimisht është dëshira e tij me pa Kurtin që është. Se nuk ka kuptim ndryshe. Nuk ka kurfar kuptimi ndryshe. Nuk mund është të mu bo kaq agresiv me një 4 veta a 5 që ka thonë na po mendojmë që të shmehet dërheqe, që ke thonë ti vetë. E masnera me kohë kreti qeta, me bo program, ku pjesën më të madhe të programit, ja, kushton kuj? Gjuhës depolarizimit.